As të këm garë me LDK, as me PDK, as me që që është e vërteta. Zonë, si mas postimit saj. Thot, që që kam thonë unë, thot, me 2 nëntor 2025. Unë bashkë heq nuk e kam problem listën serbe, sepse kur në jetë nuk kam komunikuar me asë një antar të listës serbe. Kur në jetë nuk kam koordinuar punët e shtetit pagat e veteranëve me listën serbe. Kur në jetë nuk kam folur me Radojqiqin. Prandaj nuk e kam heq problem listën serbe. Problem listën serbe... Falë, mund të përgjigj në ta. Jemi drejt, që me thonë minimalisht. Që me thonë unë e respektoj pozicionin tënë, nëse ti thunë... Nëse ti dhe ashtë nuk më lënë mu më përgjigj. Vish pak, se jo në kom detyrim si moderator, pra me mbrojt dikën, që nëse i thot dikush me montazhat të TikTokit, i thot që ki thonë qëto. Pra, aja ka thonë në një kontekst të caktum. Unë se kom problem, thot, se unë s'kom komunikoj me ta. Unë s'kom komuniku me ta. Asë njëherë nuk më tregove pse jo me listën sërbe. Dhe, nëse sot më thu mu që zboj me listën sërbe, a më siguron mu që pa listën sërbe keme zgjedh presidenten nëse... Jo, mor, a do me tregu diçka, kështu sinqerisht. Unë bashkë hiç problem nuk e kam listën serbe. Unë personalisht sy Hykmeti, hiç problem se kam, sepse listën serbe, se cila qeveri e ka pjesë përberse të saj bazu në Kushtetutën e Republikës së Kosovës. Kushtetutën e Republikës së Kosovës nuk shkruan lista serbe. Nuk shkruan subjekti i cili ka fitu më shumë. Dhe kush është? Qysh erdhi ky subjekt, erdhi si pasoj e procesit të dialogut në Bruxelles. Apo? Po është pjesë e pakos e subjekt. Jo, pjesë e pakos atizorit nuk e lista serbe.